e shtunë, mbrëmjes së shtunës, e diel, e hën, e martë, e mërkur, e 5 ditë sot. Dhe për të drejtën ditët po kalojnë dhe gjërat rregullohen tek tuk, përsa i përket pastrimeve. Mirë po derisa gjërat rregullohen plotësisht, ka shumë mundësi shumë më të shpejt se sa koha e rregullimit të gjërave për të shpërndarë ndonjë epidemi, për të pas një pasiguri, për të pas kushte jo të mira, jo adekuate dhe mbi gjitha primare për të qenë një njeri i shëndetshëm kundrejt këtyre gjërave që sapo pam ne tani. Ai që kemi sot në studio nuk është vetëm mjek, ai është gjithashtu edhe një vullnetar për sa i përket ndihmave dhe është ballafaquar që nga afër në gjithë këto mbrëmje me gjithë ata banor duke përjetuar së bashku edhe makthin e këtyre netëve e mosigurimit të një kulmi mbi kokë etj. Dhe nevojave të ndryshme për të drejtën që kanë hasur qytetarët dhe të cilët njerëzit human vullnetarët janë menduar që në një mënyrë ose tjetër t'i ndihmojnë ata. Është me ne në studio Besir Murtezani, mjeku i përgjithshëm, vullnetar për këtë rast, ta quajmë si të duam, faleminderit që jeni sot me ne. Mirë dhe ju për ftesën. Këto që po pam ne tani, me të vërtet këto papastërti mund të çojnë në epidemi të ndryshme, në sëmundjen e pasigurisë shëndetësore të qytetarëve të cilët janë të prekur nga vështrime, cilët do të ishin ndoshta një përmbledhje fillestare për sa i përket gjasave për diçka jo të mirë shëndetësore për qytetarët. Që prej mbrëmjes vërshimeve ne ishim në shërbim 24 orësh dhe pas triazhimit të lëndimeve, sot është dita e 4 e pas vërshimeve dhe sot du lamërum pacientët e parë me vjellje dhe barkëshitje. Kështu që do më thonë, pas rritjes së temperaturave, vetëm se kanë fillu të lamëron epidemit e para, të cilët shkaktojnë sëmundje të sistemit gastrointestinal, që përcillen me vjella, temperaturë dhe jashtëqitje. Dhe ka qenë numri i madh? Dhe cilat mosha kryesisht janë përfshirë nga? Bash mu për këtë tek moshat ka kaplu moshën fëmirore, më të mitur dhe sëmundjet kronik që kemi pasur sot. Mirë po, ne kemi bë apel edhe në televizione tjera që gjithë banorët të cilët janë të evakuuar nga lagja Hasanbek, të mos kthehen në shtëpitë e tyre derisa të kalon pastrimi i tërësishëm i shtëpive nga bolta, sepse tash kemi rritjen e temperaturave dhe mund kemi shpërndarje të epidemisë masive. Cilat do të ishin ndoshta sëmundjet më të rrezikshme ose më të përafërta që mund të ngjësojnë në kësi lloj katastrofash, si për shembull ujë i pisët, bagëti të ngordhura, mos përmbushje e nevojave higjienike? Dje ishin edhe institucionet shtetërore, të cilat kanë aktivizuar mekanizmat e tyre për kësi lloj fatkeqësisë, të cilët kanë bërë analizën e ujit, të cilët prunë rezultatin dhe deklaruan se është ujë i pishëm. Mirë po, asgjë nuk është e sigurt, se një katastrofë tillë nuk mundemi me thonë që është diçka e sigurt. Mirë po, neve na frikson edhe fakti se që në mëngjes kemi pas pacienta me simptoma tilla të cilët vijnë nga çrregullimet gastrointestinale, e cilët vijnë nga higjiena e jo e mirë. Jo e mirë. Diçka tjetër, ndonjë epidemi ose sëmundje ta quajmë, që rrezikojnë banorët dhe që në një farë mënyrë mund ta evitojmë me disa këshilla tani. Tash është edhe Stina e Verës, ku mushkonjat janë në shumë të sipër dhe mund shkaktojnë epidemi në çdo ditë. Mirë po, të ceka dhe më herët se apelojmë banorët e evakuum që mos të kthehen në Hasanbek, derisa nuk bëhet pastrimi i tërësishëm i shtëpive të tyre. Për në disa xhirime kemi pa që ka pas edhe faktikisht doa të them që banorët e cilët që janë aty, cila është mënyra që ata t'i shmangin sëmundjeve të tilla? Që ne aq sa kishim rezerva në ordinancën tonë, që proponojmë ordinancë private, aq sa kemi pas rezerva për maska, doreza, që gjatë pastrimit të shtëpive që mos të vinë në kontakt. Mirë po, asgjë nuk është e sigurt sepse ata janë të lëndum. Gjatë pastrimit janë të lëndum, kanë plagë, të cilët i kemi triazhuar në ditët e para, që kanë pas lëndime masive. Mirë po, nuk është e sigurt se gjatë pastrimit mund të infektohen
Mirë po, du ta cek edhe se në lagjën Asambeng edhe mungon energjia elektrike, ku ne si ordinancë nuk mujmë të rujmë serumin antitetanus, i cili duhet t'jepet pas çdo lëndimi, sepse tash mund kemi dhe një përhapje sepse në Asambeng ka dhe tokë bujqësore që punohet, që viruset mund vinë edhe nga kafshët e ngordhura. Mirë po, nuk kemi kushte që t'i rujmë ata në frigorifer, sepse pas çdo lëndimi që ka çdo lloj mikrotraume duhet të jepet serum antitetanus. Po. Si ka shkuar kjo periudhë 4 ditore? Përveç ditës së sotme, me që përmendëm vizitën e atyre me atë lloj. 2 ditët e para në Hasanbek nuk kishte një lloj organizimi nga shteti për shërbime ambulantore. Mirë po, ne jemi një ekip që punojmë në ordinancën në qendër të Hasanbekut, ku hapëm dyert 24 orë për shërbim. 2 ditët e para ka pas 8 numër të madh të lëndumve. Mirë po, sot më vetëm se është dita e 4 dhe rrugët janë të lëvizshme dhe personat të cilët kanë qenë të lëndum frekuentojnë edhe spitalet. Së pari ne i kemi triazhu, pastaj i kemi udhëzu për në spital për të marrë serumet që mos të vinë deri tek infeksionet e rënda. Nga këtë vështrimi i mjekut dhe qytetarit, sa shpejt, sa me intensitet të lartë është punuar për t'i mundësuar banorëve, qytetarëve sigurimin e jetës, ta quajmë, në pastrim, në siguri të mjeteve të nevojshme? Unë për nga profesioni jam mjek i përgjithshëm, mirë po 2 ditë e para kom punu si aktivist vullnetar për ndihmu çdo shtëpi që ka pas nevojë dhe për të ofruar ndihmat me ushqime të përkohshme. Shkaku se ishin shtëpi të vërshume, të përmbytura në ujë, ne sigurum nga duke fillu privatisht, pastaj na u bashkangjitën edhe disa organizata humanitare, të cilët ishin firma private, të cilat bënëm apel deri tek ata. Filluam me shpërndarjen e ujit të pishëm dhe disa konzerva për ushqim të përkohshëm, sepse familjarët ishin kërkim të viktimave. Dhe ata në periudhë 2 ditore normal se kishin nevojë për ushqim. Dhe pastaj mirë po ordinanca posedonte 3 mjek dhe njëkohësisht kemi dhënë shërbime mjekësore dhe shërbime tjera që kemi ndihmu rreth vërshimeve. Do të besme që jenë në teren 24 orë. Janë 3 vende të vërshuara. Hasanbeku ka faktikisht ndihmat e para. Mirë po, në rrjetet sociale po publikohen dhe shumë lajme që nuk ka ndihma për të gjithë. Është e vërtet se mbrëmesha në fshatin afër Hasanbekut që është fshati Stajkovc, aty kishte një mënyrë të organizuar të jashtëzakonshme. Derisa ne po shpërndanim konzerva, atje jepeshte një ushqim i zirë i gatshëm. Dhe mund të them se edhe atje kishte edhe personel mjekësor me donacione të shumta. Dhe gjithë artilleria e ushtrisë është transferuar atje. Ndërsa në Hasanbek është punu me punëtor vullnetar, privat, shqiptar, për gjithë anëve, të cilët kanë ardhur ndihmojnë, pastrojnë shtëpitë dhe t'i ofrojnë ndihma si ujë, bukë dhe konzerva. Në rrjetet sociale shkruajte që shumë herë edhe ndodh që një familjar shkon 3 ose 4 herë të merr ushqim për familjen e tyre. Ajo ka qenë 2 ditët e para, kur kanë qenë rrugët e bllokume dhe ne para ordinancës hapëm një punkt për të shpërndarë ndihmat dhe nuk kanë arrit gjithë pjesa, se Hasanbeku përfshin një hapësinë të madhe. Dhe nuk kanë arrit gjithë familjet që të marrin, është keq përdor me një qëllim, mirë po ne nuk kemi qenë kompetent që tash t'i ndajmë ndihmat. Mirë po, pasi u hapën rrugë, ne punktin e zhbllokum dhe e transferum në pjesën tjetër të Hasanbekut dhe gjithë ata organizata, gjithë ata që kanë dashur të ndihmojnë, i kemi adresu që të shkojnë në çdo lagje, në çdo shtëpi, që të bëjnë shpërndarjen adekuate çdo familje. Cilat do të ishin këshillat kryesore që do duhet t'i ndiqnin banorët e prekur nga pjesa e vërshimeve në pjesën shëndetësore, në pjesën, domethënë, të shëndetit, për ruajtjen e shëndetit të tyre? Me cika dhe më herët në fillim të emisionit, sepse ata të cilët nuk i kanë fëmijët,
pleqt të cilët nuk gjinden, të cilët janë të evakuum, të qëndrojnë në familjarët e tyre jashtë Asambekut derisa të bëhet pastrimi që të ruhen nga epidemit, edhe ata që po pastrojnë shtëpit përdorin maska, sepse ka fillu vetëm vjen një erë dhe në qoftë se kanë simptomin e parë, si temperaturë, barkëqitje të shpeshta, vjellje, drejtohen me njerë të mjeku që kanë më afër. Edhe të adresohen për në spital që të bëhet triazhimi i tyre që mos shpërndahen, sepse këto janë sëmundje gjitse. Ka shumë kafshë të ngordhura dhe nuk dihet se çfarë lloj epidemie mund vjen. Ndërsa bëj edhe një apel për qytetarët se t'jenë më të vëmendshëm, më të kujdesshëm gjatë marrjes së ndihmave dhe dhërjes së ndihmës në për shtëpitë e vërshuara. Se ka fillu vetëm sa kacafiten, sepse ne jemi vetë ata që po i shohim se ndihma shtetërore 90% po shkon te pjesa maqedone. Te ne është të punu e cekëm se ka vullnetar shqiptar, ka tri që vinë dhe një pjesë e vogël e shtetit që po ndihmon Asambekun. Dhe ka fillu ai nervozizmi, kacafitja dhe nuk është një gjendje që të kemi përçamje. Kështu që solidarizohen gjithë vëllezërit tonë shqiptar, pa marrë parasysh nga cili qytet vinë, kisha lutë që mos të vinë me kravata dhe mos të vinë për selfie në Asambek, kinse po ndihmojnë. Dhe t'i lajnë veturat në himjet Asambekut, dhe t'i veshin qizmët, dhe t'marrin lopata dhe ndihmojnë vëllezërit tonë. Se unë nuk kisha atë shkollë që të vizitoj gjithë shtëpit, se tam përfshin një territor të madh, mirë po sot, pasi ishin rrugë të levizshme me vetur, vizitova disa, besoj që ka shtëpi që janë, mund të them edhe katin e dytë janë të vërshuar. Të ardhur keq kjo. Është shumë për të ardhur keq. Në ndërkohë, si e vlerëson ndihmat e deritanishme për banorët? Sa kanë qenë të mjaftueshme, sa kanë qenë të shpejta, sa kanë qenë të duhurat? Ndihmat e ceka edhe më herët se vinë nga gjithë vëllezërit shqiptarë, të cilët janë human dhe firma të mëdha, duke filluar nga ordinanca ime, ku harxova çdo rezervë, material lidhës, çdo ampull të fundit e kam kursi, nuk e kam kursi, dhe kërkova ndihmë nga Kryqi i Kuq, në kontakt me Ministrinë e Shëndetësisë, të cilët më premtuan se do sjellin materiale. Dhe tregova se punojnë. Premtime? Sot më premtuam që në mëngjes do i kemi materialet, ende nuk ka. Nga kush nuk janë? Nga Kryqi i Kuq, nga Ministria e Shëndetësisë, se ata pikat ambulantore që janë në himje të Asambekut dhe në fshatin Stajkovc. Ndërsa në qendër të Asambekut ka fluksi i madh i banorëve, të cilët po punojnë intensivisht, që ka lëndime më të mëdha. Përveç banorëve ka lëndime edhe të punëtorëve, të cilët lëndohen se ka xhama të thym, ka lloj materiali mbrekës. Dhe sa i përket ndihmave, janë të bollshme për nga shoqatat humanitare dhe sot është më vetëm dita e 4, edhe te kalum pak krizën, tashmë edhe shteti aktivizoi mekanizmat e vet, sa do kudo ndihmon. Sa personalisht ju dhe familja juaj keni qenë të prekur nga ky rast? Personalisht familja jonë nuk ka qenë e prekur, shkaku se ne jetojmë në katin e 3 të shtëpisë. Mirë po, katin e parë është i vëshum totalisht, ku në kanë shkaktuar dame, jo vetëm mu, po gjithë lagjes, nuk ka shtëpi e cila nuk është e vërshume. Mirë po, për fat mirë, deshi Zoti që ta tregojmë atë shpirtin human, mund themi për 30 cm nuk arritit na vërshon edhe ordinancët që është në katin e parë pas podrumit të lartë. Ka shpëtuar për t'i shpëtuar jetë njerëzish. Po, për fat mirë. Për fat të mirë, bukur.
Genti ti s'ke qenë këtu gjatë atyre ditëve të super shokuse për gjithë. Jo që nuk vazhdojnë të jenë të tilla, mirë po me të vërtet, siç përmend Besili tashmë janë rrugët e kalueshme, është punuar në drejtim etj, mirë po me të vërtet ka qenë keq, edhe pse nga materialit ke pasur mundësi që ti shohësh. Çfarë pritet në ditët në vijim? Ditët në vijim pritet që ne presim që të stabilizohet koha pikë së pari. Pas çdo rresi shiu ka ankth Ekuador. Pritet vërshime të reja. Dhe ne presim që koha të stabilizohet, kanalet të pastrohen nga shteti, që pas çdo lloj rreshje të kemi drenazh të ujrave atmosferik, që mos të vinë deri tek përmbytje të reja dhe viktima të reja. Ke vështuar diçka Genti për fund? Jo. 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 Nuk ke Vetëm e vështuar. deu në një shok, seriozisht jam shok pasi shisha atë moment në strug. Edhe struga ka qenë me rreshje të shiut të mëdha dhe me vetëtim, mirë po nuk ka pas dëme. Nuk ka pas dëme. Në momentin që shisha rrjetet sociale sa ndej në strug, vinte shumë shpiv, vetëm preqa që edhe strugën do ta ka blet. Çdo moment. Mirë po gjithsesi që gjithë qytetarët e strugës ishin solidarizëm me gjithë, më duket ka ndihmë edhe nga struga. Ndihmat janë nga gjithë rajonet dhe nga Kosova. Mirë po ajo që e pom në atë mbrëmje, më thonë unë kom qenë studime, kom qenë për praks edhe në Turqi, ka pas lloj aksidente trona, tragjedi trona, mirë po atë natë nuk muj me përshkrujt çfarë horrori ka qenë në korridoret e ordinancës, ka pas të lëndum gjak në gjitha pjesët, nuk kemi mujt misanu, ka qenë një panik i madh dhe e te Sa shqetësues ka qenë ky fakti psiqikisht? Duke qenë që, kur filluan rreshjet ishte sikur shi i madh, askush nuk ka përshtypjen që nuk e ka menduar që do të kaloj në këtë. Po, si zakonisht bubullimat e mëdhaja janë shqetësuese. Mirë po kur fillon dëgjon edhe piskamat e njerëzve, të ku lip ndihmë, të i lip familjarët e vet që jo ka marrë ujë. Ne ishim në terasën e sipërme, ku shifshim poshtë si kërkojnë ndihmë. Mirë po prindit nuk ishin gjendje që ti ofrojnë ndihmë fëmijëve të tyre, se kanë qenë vërshim të jetë i madh, një shpejtësi e ujit shumë e madhe. Që mendosh se vetë para asaj pjesës ku kemi qenë ne 20 vetura, vetëm se i ka marrë lumi. Pas ditës tretë i kanë gjetë veturat shkatërrume 3 kilometër larg Hasanbegut. Ka qenë një shpejtësi dhe për fat keq është edhe një viktim 16 muajshe që ende nuk është gjendur, që fati. Dhe babai i Sanjetës tashmë është gjetur me trup të pajet, kurse nëna me pasoja. Me pasoja, e cila për fat mirë e kishin pështu disa banorë që e kanë po me një majt lisit. Mirë po, edhe viktima tjera, viktimen e para ordinancës e nëzorën që atë natë. Pas orës 12, një plak e më shumë, e cila ka met vetur, nërsa vetura ishte sill, mund të themi 1 kilometër larg vendit që ishim ne, 1 kilometër larg prej atje dhe... Ku foma, tjetër kont. Për fat të keq, tashmë ka shkuar në 22 numri i viktimave, deri më tani. Me gjithë fshatin Stajkov që është afër Hasanbegut, që janë të verifikuar deri tash janë 22, mirë po 8 janë zhdukun, që ende nuk janë gjetur kufomat e tyre, apo sepse sot ishte edhe një surprizë, mund të them, pas 3 ditësh gjendet një nanë me 2 fëmijë e gjallë në vërshime në një pjesën e poshtme të Hasanbegut që është gjetur për fat mirë shëndoshën. Urojmë që edhe ato të tjerë të cilët janë të zhdukur të jenë me një fat të tillë. Pse jo të sigurt për momentin me veten e tyre, mirë po ndoshta në ankth familjarët dhe ndoshta shpërblet me gëzim kur t'i shohim mirë. Shpresojmë gjithë.
Faleminderit shumë Esir që ishe me ne sot në studio, faleminderit për gjitha këshillat që ndam së bashku, për gjitha preventiva dhe për gjithë shka që keni kontribuar si për ndihma, si në pjesën vullnetare, si vullnetar humanitar dhe nga ana tjetër edhe me anë të profesionit tuaj me etik profesionale. Faleminderit për angazhimin e juaj si televizionistë një, të cilët keni qenë të parët me gazetarët në teren, të cilët kam qenë i shoqëruar me ta për çdo lloj ndihme. Dhe unë kam edhe një apel deri tek qytetarët që çfarëdo lloj ndihme mjekësore, derisa është dita e jashtëzakonshme, sepse shteti ka shpallur 15 ditë të jashtëzakonshme, ndoshta do të vazhdohet. Sa do të ketë qëndrim zyrtar rreth ditës së jashtëzakonshme në Hasanbek, ne do bëjmë shërbime 24 orëshe falas për çdo të lëndum dhe për çdo të sëmur kronik. Dhe urem që premtime që ju janë bërë të ju plotësohen, sepse realisht dikush ka shumë nevojë për ta. Patjetër. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit edhe juve që keni qëndruar deri tani me ne, dhe vetëm pas pak do të rikthehemi këtu në Pastel.